Jeni drejt për drejt me emisionin Universi Letrar në programin e dytë të Radio Kosovës. Autori Fehmi Pireva këto ditë erdhi tek lexuesi me romanin e ri me titull Karrigja e dashurisë. Është autor edhe i disa romaneve të tjera si Albumi i hënës, Kjo mjegull, Piktori i qiellit, Dashuri e qelçt, Libri me shitje çokolade, Prerja e frikës, Në punësi i kuvendit, Vdekja nga letrat, Qenë të malit gërmi, Ura mbi Ibër dhe romani më i ri Karrigja e dashurisë. Tani me ne në studio është zotri Fehmiu, me të cilin do të flasim për romanin e ri dhe krijimtarinë letrare në përgjithësi. Zotri Pireva, mirë se erdhët, faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës dhe urime për romanin e ri Karrigja e dashurisë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime të jem pjesë e këtij emisioni Universit Letrar që përfshin zërat tek gjithë krijuesve të ri të moshuar. Besoj se gjatë emisionit do të jap kontributin tim në kuadër të këtij intervistimi. Faleminderit. Faleminderit juve. Cila është tema kryesore e romanit Karrigja e dashurisë? Tema kryesore e romanit Karrigja e dashurisë si ide më pat lindur në Gjenevë, afër liçenit të Gjenevës, është pak interesant për dëgjuesit dhe shikuesit, ku atje më ranë sy një memorial ku 2-3 të ngrirë në boshë si shtatore ishin të përqafuar dhe pash një numër të madh të rive, turistëve, aty që me një kureshte të madhe bënin fotografi dhe në një farë mënyre ishte një shtatore pak a shumë që provokante sidomos gjeneratën e re, njerëz që pak a shumë janë në fillet e para të njohjes, dashurive të para, aventurave tyre, dhe nga Zvicra atë ide kam bartur në Kosovë dhe kam menduar gjatë se si ta përshtat në një mjedis kosovar që t'japëm një dimension letrar këtij romani. Karrigja e dashurisë është një simbolik për dashurinë e trive, është kujtesë për gjeneratat, është vend meditimi i 2 studentëve, 2 trive, është një histori e cila pretendon t'ju afrohet lexuesve se si kanë qenë gjeneratat tona dikur, brezat tonë në një kohë paliri dhe po pikërisht kjo dashuri se si ka gjetur hapësirë të zhvillohet, ruhet si raport mes brezave në periudha të rënda kur Kosova ka qenë e robruar. Ky është konteksti pak a shumë. Brenda romanit ka edhe epizode cilat janë të ndjeshme, mos them tash emocionale, ka ndërhyrje sepse kur dheu nuk ka liri, asnjë dashuri nuk e ka hapësirën dhe kushtet e mjaftueshme që të zhvillohet në një farë normalitetit marrëdhënieve ndërnjerëzore. Kjo pak a shumë është brumi i këtij romani, s'ka dhe një mesazh në fund. Kjo vlen për brezin e ri që tash po jetojnë në liri dhe unë kam dalë me një propozim brenda këtij romani, ndoshta do të kërkoj edhe për institucione përgjithëse, nuk po kërkoj diçka të veçantë, jo personale, me qenë se ka epizode pak a shumë personale nga autobiografia ime, jeta ime personale, që edhe Kosova në fund ta ketë një ikonë që i përkujton brezat që kanë dashuruar në një kohë paliri dhe ajo përmendore, shtatora, memorial të ngritet dikon në Prishtinë për hir të përkujtimit dhe kujtesës historike të brezave që kanë dashuruar dhe dashuria ka jetuar në periudhat më të rënda. Ky është mesazhi tek e fundit i këtij romani të ri. Pak a shumë. Cilët janë personazhet kryesorë? Thatë që disa epizode janë dhe nga jeta juaj personale. Sakt, romani ose 2 personazhet pak a shumë ka të bëjë me ish dashurën, tash po duhet të them timen, dhe janë personalisht vetë që komesën ato procese.
Me qenë se ne kemi qenë të sfiduar nga trysnia e sistemit pushtetit serb, që të përndjekur, jo vetëm djenë, po edhe vajzat, shumë herë kemi qenë në një distancë që nuk kemi pasur komunikim, se ka munguar telefonik, nuk kanë ekzistuar ato lidhje dhe mundësitë e komunikimit se që janë sot. Po. Dhe këta dy personazhe në një farë mënyre e simbolizojnë një brez i rritur pa liri, por një dashuri jashtëzakonisht e fuqishme mes dy trive që marrin përgjegjësi pavarësisht sfidave, ndërhyrjeve të pushtetit, shumë herë edhe ndarjes fizike mes këtyre dy personazheve, ta quaj kështu, arrin të mbijetojnë përkundër vështirësive të mëdha që të arrujnë në kontinuitet, ndonë që shumë herë larg informacionit, larg ta quaj ashtu pranis fizike, po ajo ona shpirtënore, ajo dashurie vërtet ka rritur nga dhënej dhe në fund këta dy tri kurorzohen. Dhe kurorzim për çudi ndodh pas disa vitesh te karrika e dashurisë. Për të bërë më të qartë dhe më kurioztare, unë kam qenë para se të filloj të shkruaj romanin, kjo karrikë ndodhet në ish pallatin e rilindjes ose në kopshtin e të që s'është larg prej nesh. Domethënë ai takimi i parë, ndarjes aty në afrimeve të para, simpative ose hapja të zemrave mes dy trive, dhe mbet në një farë mënyre si një farë vendi i papushtuar, ta quaj kushtimisht, ku unë dhe ishe dashura dikur kishëm mundësi të gjenim një oazë që pak a shumë jeton të liria dhe ishte e mundshme që rrëfimi ynë të ndërtojnë mbi një karrige e cila pak a shumë e ruante atë të copës lirie për të shprehur mendime, ndjenja, dashuri për të sotshme në atëhershme po flas dhe për një të ardhme. Do me thënë, nga jo karrige që po e ka marrë, po e ka marrë, që e karrige mund mos jetë po ajo që ka qenë, po për çudi vendi i saj ishte ruajtur, unë kam qëndruar para se të filloj të shkruaj në kopshtin tash të pallatit me gjashtë të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe më lindi ideja që njëkohësisht përveç romanit që t'u afroj si ide institucioneve për hir si kujtesë brezave dhe dashurisë e cila ka arrit të mbijetoj jo vetëm shoqërinë kosovare, por kemi edhe shembuj interesant dhe të personazheve në romane të tjera. Të mos flas për Romeon dhe Julietën që njihen edhe sot në historinë e letërsisë, që ndërtohet pikërisht aty një memorial për hir të brezave që kanë pas vështirësi që ata të bashkohen një lidhje si partner, si të dashur, si bashkëshort të arshëm, dhe kjo pak a shumë përmbledhet në këtë roman. Njëjtë si në Verona, që është balkoni Gjulietës dhe busti i saj. Sakt, pak a shumë këtu jemi, dikon me refleksione dhe ndoshta ambiente pak ma specifike, për shkak se Kosova ka esur në një rëmuj ngjarjesh të vitit sidomos 89, kur unë isha atëherë student, dhe çdo ditë merrem pjesë në protesta, dhe tash personazhja e cila është ka emër në këtë roman, Vera Lulaj, Vjosa Lulaj, më fal, arrin që të goditet në krahëror me dy plumba gjatë një proteste ku isha prezent personalisht vetë, dhe nga i qasht pak a shumë reale, dhe ajo ju nënshtrua në emergjencë si një ndërhyrje kirurgjike për të nxjerrë dy plumba atër që rrezikuan jashtëzakonisht jetën. Rreth asaj ngjarje unë blodh familja, po edhe unë si dashuri i saj,
dhe njëkohësisht një fat i mirë shpëtoi, po njerëz të vullnetit mirë me rekomandime të mjekut e dërgojnë për shërim në Francë dhe aty krijohet një farë distance, mund ta quajnë mes këtyre dy dashurve, është luajë bote e ndarjes fizike. Dhe këta nuk shihen me vite të tëra, por përmes shkëmbimit të letrave, që ishte komunikimi jonë e rëndomtë i asaj kohe, dhe mas kthimit ruhet ajo lidhje pastër, ai sinqeritet, ai premtim mes bashkëshortëve, dhe pikërisht fejesa ndodh në oborrin e Pallatit të Drejtësisë, shkëmbehen onazat mas 10 vitesh dhe lidhja përsërisht krijohet këtu ku kanë ngjecur këto dy personazhe. Kur është dashuria e vërtetë, distanca nuk ndikon asgjë. Nuk ndikon, sinqerisht bile mund thuhet në një aspekt kur ajo është tepër e sinqert, mund ta them se jo që e zbe, por në një farë mënyre e bën një farë ndërlidhje edhe më të fuqishme të kësaj ndjenje, gjithmonë duke gjykuar edhe mbi bazën e vështirësive dhe rrethona të cilat janë krijuar normalisht që ne jemi njerëz dhe kemi arsye. Nga këndi i shkrimtarit, nga këndi i një personi që jeton në realitetin e sotëm, si e konceptoni dashurinë sot në krahasim me ato periudha në të cilat bazohet romani? Ka ndryshuar shumë gjëra. Ka ndryshuar shumë gjëra, disa gjëra kanë shqit jashtë kufive të normalitetit, sepse tek e fundit një çift pretendon që të jetë afër, që të krijojë dhe marrëdhënie bashkëtorë, të ketë një familje që vlerësohet si diçka e shajt për shoqërinë tonë, familja kur është të shëndosh, funksionon në konditat normale dhe është një mision i njerëzimit që të trashëgoj pasardhës të shëndetshëm, të formuar kulturalisht në formën e ngritjes arsimore, dhe shoqëria ka këtë obligim familja që t'i afroj fëmijë të shëndetshëm, të përgatitur, se ata nesër do të jenë ardhmja jonë, që do të marrin përgjegjësi për të gjitha detyrimet që i sjell koha, si në rrafshin institucional ose në rrafshin personal. Zotri Pireva, i përmendëm titujt e librave tuaj në fillim të emisionit, por dua të ndalem edhe te romani juaj Ura mbi Ibër. Mitrovica e sotme është quajtur dikur Dhemetra, që do të thotë toka jona, po. Toka jonë, shpjegohet edhe nëna tokë, po aty dikun është kuptimi i Dhemetrës. Pse jeni kthyer në këtë periudhë kohore, domethënë në shekullin 21, edhe një herë asaj periudhe? Mendoj se nuk jam i pari pak a shumë që merren me përplasjen e komunitetit dhe aty ku ka ura, ose ku ndërlidhen komunitetet, i ndanë një lom dhe ekzistojnë ura qoftë bashkëpunimit, se shumë herë urat, sado që e kanë simboliken e bashkimit, shumë herë janë treguar që kanë edhe një farë, si ta quajë, një farë simbolike të zbos jo, të një refuzimit komunitetit për të qenë të integrume brenda asaj hapësire ku ekziston një lum, ku ekzistojnë një ose disa ura. Këtë roman pak a shumë, se nuk po them që është i njëjtë, e gjeni edhe të Ivo Andrić të Ura mbi Drin, ku ndërtohet një farë realiteti, ai ka qenë fituesi i çmimit Nobel për Ura mbi Drin, ku pasqyrohet ndërlidhja, kulturat, ndasit, pikat e bashkimit dhe ndarjes komunitetit. Edhe unë kam bërë përpjekje jo në rrafshin edhe në terenin e Bosnjës, ose ku ekziston ura mbi Drin, po ku ekziston ura mbi Ibër. Një temë mendoj se na ka provokuar jashtëzakonisht shumë, sidomos pjesa pas luftës, ka qenë e përmbushur me ngjarje të hidhura,
ku ne ma shumë kemi qenë viktim si komunitet shumic për i komunitetit Pakic, janë të njohura me dhjetra aksione të ditës, të natës, të rojave, të urës, që ne si popull kemi kujtes dhe nuk i kemi harruar. I keni hyrë një historiku, më falni për ndërprerjen, që nga kohrat kur në atë kohë edhe në aspektin fetarën kanë qenë njëherë ortodoksët, pastaj katolikët, pastaj pushtimi Osman, dhe domethënë qyteti Mitrovicës asnjëherë i rehatuar, po thënë. Qyteti i Mitrovicës e përfshin një periudhë përpiqet ta kap thelbin e konfliktit. Konflikti është në një rrafsh kulturor. Dallimet janë edhe në aspektin e besimeve fetare, tash ortodoks ose musliman, si t'i quajmë tash komunitetin shumicë shqiptar, po në prapa krejt këtij konflikti përplasjes qëndron kërkesa për pushtimin e tokave, hapësirave, dhe kjo në një farë mënyre gjithë ky kompleks i ngjarjeve, faktorëve kulturale, psikologjik, ndasive, i konfliktit, thelbin e ka te pretendimet për të vënë nën pushtim atë hapësirë tokë që serbët e konsiderojnë si një të drejtë historike mbi një territor të huaj. Dhe këtë ndërlidhje munduar për të parë afërsitë, por edhe për të parë ndasitë mbrana këtij komuniteti, çka mund t'i afroj dhe çka mund t'i ndaj ata. Meqenëse që letërsia nuk e bën punën e politikës dhe nuk e ka bërë kurrë, ne përmes letërsisë jemi një zë që tërkasëm në ndërgjegjen e shoqërisë dhe politikës që të jenë më të vëmendshëm, që ta shtrojnë drejt zgjidhjen e problemit, jo të dëmtohet komuniteti shqiptar, por duhet një status për cilën e gëzojnë minoritetet, jo vetëm Kosovë, por në gjithë botën, por ndoshta ky status të mos e ketë një shkallë e cila mund krijoj rregullime nesër për komunitetin. Ky është edhe mesazhi im sot. Nëse ne japim hapësirë, si ta quajmë, një supremacion minoritetet mbi komunitetet, me të drejta, përgjegjësi obligimeve, atëherë duhet kemi kujdes sa na ruhet ekuilibri i qëndresës dhe i funksionimit normal të shtetit. Mbi këtë bazë duhet them se politika ka përgjegjësi dhe duhet ketë kujdes prej krijimit dokumentacione se përcakton statusin e komunitetit serb për sot dhe një të ardhme. Po. Zotri Pireva, sot dhe shkrimtari ynë me famë botërore Ismail Kadare ka 2 vjetorin e vdekjes. Ju e keni takuar disa muaj para vdekjes. Në shenjë për kujtimi për të, çka mund të kujtoni nga ai takim dhe cili ishte ndikimi i tij në letërsinë që ju krijoni? Po e përmbledh dhe shkurtimisht, takimet e mia me zotin Ismail Kadare kanë qenë të shpeshta. Ajo që mua më ka bërë të guximshëm të hyj në rrugën e prozës është takimi në vitin 2019 në villën e tij në Qerret. Dhe unë atëherë mora romanin Prerja e Frikës dhe sado që e kishte një titull si Prerja e Frikës, unë e kisha frikë para xheniut letra shqipe të jadhuroj romanin tim dhe në një farë mënyrë ta bëj një kërkesë që spaku kur të ketë ai kohë ta lexoj. Dhe vitin vijus ne prapë bëm një takim në Juvenila Castro në Tiranë dhe për çudi e kishte gjetur kohën për të lexuar atë roman. Dhe rria kështu pak i strukun dhe në nethe se cila do të ishte përgjigje xheniut letrat për romanin tim parë. E kujtoj me një farë dashurie të madhe se derisa ai i tha disa fjalë që për mua më vendosi sikur në gjemba se cila do të jetë përgjigja e tij.
Tha zoti Pireva, çka shkruani ju, me çka merren? E thash, e kisha një përmbledhje për fëmijë libri me shije çokoladë. Tha, më drejtu kështu me gisht pak, tha, ti mos shkruaj tha poezi për fëmijë, ti din me shkru prozë, din me shkru roman, edhe ke një zë paka shumë, në farë mënyre qërtues, që mos të thonë ko pas poezisë, po të merë ma shumë me romane. Dhe prej ati rastit deri sot, ky është romani 8 që dhe një fu ma fru sot në studion tuaj. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe të urojmë shumë suksese me romanin e ri dhe po ashtu në krijimtarin e ardhshme. Faleminderit juve, shëndet, gjitha të mirat, besoj që gjithë krijuesve po jep një hapësirë duke i përfshirë të gjithë në këtë universin tuaj letrar, dhe ne pa dyshim që ndjejmë veten të lumtur, e gjejmë veten këtu punë të mbarë e të mira pasin në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Bisedua me autorin Fehmi Pireva, i cili së fundmi botoi romanin Karrigja e dashurisë.